Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Si t'ju kam thënë, në video të tjera do kemi rregullisht disa holle nga Sheini, sepse po më vinë produkte pjesë që i kam porositur. Atëherë, sot kemi 4 produkte, nuk e di pse bëra 8, dhe do t'ja u tregoj të gjitha një nga një. Atëherë, sapo kam bërë gati flokët edhe make-upin thjesht sot, dhe pasi të bëjmë hollin, do shkojmë në qytet me Shtefanin. Gjithsesi të përshëndrojmë njëherë tek holli, pastaj do shkojmë në qytet me Shtefanin dhe është hera e parë që ne si familje do shkojmë në një restorant bashkë ta testojmë se si do funksionojë me Kian. A do na lejë të ham, a do qaj, ka shumë zhurmë në restorant, ka shumë aroma dhe bebat funksionon shumë me erë, me aroma të ndryshme, derisa të shikojnë, aroma është ajo, si të thuash, shisa, shumë e avancuar e tyre, duke qenë se nuk mund të shikojmë, kështu që me aromën pra ndjejnë mamin, ose me dëgjimin, dëgjojnë zërin e mamit, kështu që aroma i shpërqendron pak kur ka disa aroma që nuk i njohin, dhe në restorante dim që ka gatime, ka njerëz të ndryshëm dhe aroma të ndryshme, kështu që jemi shumë kurioz si do funksionojë. Por le të përqendrohemi tek holli. Produkti i parë është një 2 pieces me këtë fundin shumë të bukur, si të thurme pas ka një fjetë të nxjerr. Me siguri e nxora unë me unas, sepse sa i shpaketova. Atëherë, fundi është shumë i bukur dhe më pëlqen ky tegeli i zi këtu poshtë, duket sikur është i bërë pra me dorë, është normalisht i trikotuar dhe është i fabrikuar, nuk besoj se e ka bërë njëri me dorë, por ngjan sikur. Dhe bluza pastaj është highlight. Shikoni sa e bukur me këtë fjonçën këtu dhe me këtë jakën fantastike që mund ta vesh shumë mirë edhe me pantallona, edhe me çdo gjë. Ka tegelin e zi edhe kjo që kombinohet me fundin dhe ka këtë pjesën këtu si elastik poshtë që mund ta futesh edhe ta përthyesh edhe mos të po që se do e lëshon dhe si për fundit ose e le edhe si. Edhe domethënë e kthen edhe fundin e lë të lirë. Kështu, po e vesh bashkë dhe besoj që mbase këtë do ta vesh që të dalim në qytet. Nëse do më ri bukur si te modelja, do ta vesh si fiks si te modelja me pupa të zeza dhe me çorape të bardha, që është stili që më pëlqen shumë kohëve të fundit. Kështu që le ta provojmë. Materiali i kostumit është thjesht kaq përkëdhel, është kaq i butë dhe shikoni se sa bukur i edhe në trut. Është shumë i lezetshëm, fundi është elastik, mund ta ul edhe më poshtë, patjetër, edhe bluza po ashtu dhe e kemi më të gjatë. Shikoni. Shumë i bukur. Materiali, siç thash edhe një herë, është shumë elastik, nuk është fare nga këto që të han, edhe duket shumë bukur, do ta vesh me një palë pupa të zeza dhe me një palë çorapka të bardha. Do duket shumë bukur. 20 nga 10 këtij produktit. Ja sugjeroj shumë edhe është shumë i bukur. Produkti tjetër. Shikoni sa të bukura, po kërkoja një palë pantallona që janë kështu të gjera dhe të derdhura dhe me belë të lartë dhe të ngushtë. Dhe shkova për këto, i gjeta në Shein, me këtë detajin e ripit këtu që e bën shumë unike modelin. Është i gjerë deri në fund dhe për gjatësi mbase mund të më rinë çik më i gjatë, po do ta shkurtojmë dhe më pëlqen shumë materiali që nuk është terital i fort, është shumë i derdhur. Po e provoj dhe shpresoj shumë që të më bëjë në bel, se duket mbase kemi fat, kështu që hajde ta provojmë. Këto pantallonat janë super. Më pëlqen shumë, më pëlqen se si rrin, shikojeni. Mbase akoma nuk rrin perfekte siç duhet, por mua më bëjnë dhe më tregojnë belin këtu sipër, gjë që pak pantallona janë, sepse kur unë duke qenë se vitet ka më të gjera se beli, kur më bëjnë një palë pantallona në bel, nuk më hyn poshtë, ose kur më bëjnë tek vitet, më rrin këtu tek beli shumë të mëdhaja. Këto janë perfekte. Më pëlqen shumë fare ky detaj dhe më rrin shumë pak të gjata. Unë do vesh taka, kështu që mbase edhe do t'i mbaj pa shkurtuar, nuk e di. Gjithsesi materiali është i derdhur, është shumë i bukur dhe nuk besoj se ka nevojë për ekurosje, vetëm një herë se tani kanë qenë në paku dhe janë pak zhupkë me shenja, por mendoj që sa po të ekurosen një herë dhe t'i varni, nuk keni më nevojë.
Shumë të bukura janë, më pëlqejnë shumë dhe patjetër big thumbs up. Produkti tjetër për këtë haul, prap një two pieces kjo xhaketa është dashuri, shikoni me këto trëndafilat, kështu vetëm për këto trëndafilat do ta kisha marrë. Është material terital, shumë i bukur. Është i holl, nuk është se ka astar poshtë, pra nuk është materiali më i mirë i mundshëm, por është goxha i bukur dhe më pëlqen shumë modeli dhe kjo jaka këtu që vjen kështu. Fundi pastaj është me pala, është bezh, shumë i bukur dhe është i lëshuar poshtë, kështu që shpresoj të më bëj, dhe më duket pak i ngushtë, edhe mos më ri shumë i shkurtër. Duket shumë i bukur, palat i fillojnë këtu poshtë, që do të thotë te kjo pjesa këtu që vjen barku apo vithet, nëse e ka palën shumë lart dhe pastaj hapet direkt, duke qenë se nga beli tek vithet vjen forma kështu dhe nëse e ka palën që këtu hapet direkt dhe duket sikur ku dëgjon po të del diçka këthe mbrapa, kurse ky është i qepur këtu sipër dhe palat i fillojnë poshtë. Kështu që kam përshtypjen që do rri mirë, po le ta provojmë. Ky është dhe produkti fundit, atëherë fundi më ri pak i vogël. Duhet ta ngrej shumë lart, kështu që duket shumë i shkurtër. Gjithsesi, shpresat e mia janë që kur të më jepet drita jeshile për të qenë pak më aktive, për të bërë më shumë sport, unë do ta heq këtë barkun që më ka mbetur, kështu që kostumin do ta mbaj. Edhe sikur të vesh vetëm xhaketën, shikoni sa e bukur që është. Kështu që pa frikë do t'i jap 10 nga 10, nuk më intereson, është shumë i bukur dhe materiali po ashtu shumë i lezetshëm. Kështu që 10 nga 10, kam dhe 2 ose 3 qese për të shkuar për t'i marrë tani tek posta, kështu që në videot në vazhdim do kemi po ashtu shumë rroba nga haul, nga Shein. Edhe do t'ja ulej të gjitha linqet poshtë në description box. Produkti tjetër, sa i bukur, është një fustan me kopsa nga kjo firma, çfarë quhet? Cosmina. Shikoni sa i bukur që duket, është me mëng japone. Unë e mora për tani sepse më duk materiali më i trash aty. Këtu është si tip të thoja linoje ndërtuar me diçka, por nuk ja kam idenë sepse nuk jam ekspert e fushës dhe pastaj do filloni të më gjykoni se ja futa kot. Kështu që po e le, materiali nuk e di, por është material që bëhet zhupk kur të ulesh. Çfarë quhet? Ngjyra është shumë e bukur. Shumë e bukur. Ngjyra kafe mendoj që për në vjesht është më idealja e mundshme. Si ju duket? Më pëlqejnë shumë kopsat, shumë detaj bukur që, si të thuash, e ndryshon komplet ngjyrën që, është ngjyrë shumë e bukur për verën, po ndonjëherë mund të jetë shumë boring nëse nuk ka ndonjë detaj kaq të lezetshëm sa kjo këtu, kështu që këtu jemi në perfeksion. Vendosim edhe një palë vatë në ngjyrën gold edhe besoj që mund të bëjmë një veshje të bukur. Fustani kaf. Shikoni sa i bukur. Mund ta veshim edhe pra me golf, me një këmish, me një bluzë me krah të shkurtra. Për në verë mund ta veshim kështu siç është. Mua më pëlqen. Nuk e di se si ju duket juve. Normalisht që është një stil pak më serioz se çdo ditë, por besoj që tregon shumë bukur edhe linjat edhe çdo gjë, kështu që mendoj që ja vlen për çmimin që ka. Më pëlqejnë shumë edhe këto kopsat, shikoni, janë shumë të lezetshme. Sikur edhe vetëm për kopsat do ta kisha bler. Shumë i bukur. Si ju duket? Mua më pëlqen. Kështu që nuk do ta kthej, do ta mbaj, do ta mendoj. Jo. Se ta kthej, është shumë e bukur, kështu që big thumbs up. Nuk e di çfarë po mendoj. Hauli ishte i suksesshëm. Çfarë mendoni? Unë mendoj që këtë radhë kam bërë zgjedhjet e duhura, two pieces të dyja ato two pieces ishin të bukura. Pantallonat ishin fantastike dhe fustani me kopsa po ashtu shumë ideal. Më duket si për dimër, si për vjesht, si për verë. Edhe ngjyra, siç e shikoni, për momentin jam shumë into brown. Shumë te kafja. Okej, tani do vishem, siç thash, do vesh këtë kompletin. Edhe do bëjmë gati. Është shumë i ngrohtë dhe pse jashtë është ftohtë, këtu është shumë i ngrohtë. Më pëlqen, do vesh edhe një xheke të zezë, mbase një xheke lëkure ose mbase një xheke tjetër të zezë, të gjatë që kam tip blazeri.
Edhe të testojmë se si do ja kalojmë me Kiani në restorant. Shkojmë. Sa po nisëm për në qytet, donim të dilnim sot që në mëngjes, ora 2. Kështu që Kiani fjeti deri tani mbi babin dhe nuk mundëm të niseshim më herët, gjithsesi nuk ka rëndësi, ne kemi gjithë ditën bosh. Mirë po, dita dhe planifikimi ditës tani varet pak normalisht nga Kian. Dhe ne nuk ishim gjë tjetër, prandaj dhe lam që të flinte dhe të shijonte lidhjen me babin. Ora është 2, kështu që mua zemra unë kam uri. Ke ti uri? Jo. Jo? Po. Jo. Ne do shkojmë edhe për të ngrënë, po menduam të bënim njëherë, do bëjmë një xhiro në qytet. Edhe pastaj do shkojmë për të ngrënë, po duke qenë se ora është 2, derisa të shkojmë të sistemojmë ne, unë gja kam uri. Dhe mami sot ka shkuar nga vëllai, sepse dhe vëllai jeton këtu afër, edhe që fundjavën ta kaloj edhe me djalin, që është edhe djali saj, nuk është se do rinte vetëm tek mua, edhe do t'i gatuaj apo të bëj një çik edhe ta ndihmoj vëllain. Kështu që neve sot po e kalojmë si familje prej 3. Edhe është hera e parë që do shkojmë në restorant me Kian dhe do ta testojmë. Po besoj tani në fillim nuk është se është problem shumë i madh, sepse ata vetëm rrinë. Po varet, nëse do qaj, të kemi një çik të vështirë, sepse nuk kemi marrë as kangur dhe asgjë me vete, kështu që thjesht duhet ta mbajmë përdallë edhe në krah. Gjithsesi Kian deri tani nuk na e bën shumë të vështirë, kështu që shpresojmë që të funksionojë. Edhe mendojmë që ta fillojmë, ta mësojmë djalin me të dala, me të marra me vete kudo ku shkojnë, në mënyrë që mbase kur të rritet, të jeti mësuar me këtë gjë dhe t'i duket normale, edhe neve të vazhdojmë të dalim ashtu siç kemi dalë deri tani si çift. Kjo është qëllimi, si sa do funksionoj, nuk e dim. Teorikisht jemi shumë mirë, praktikisht do ta shohim. Do ju marr me vete komplet në qytet dhe do t'ja tregoj. Sot duhet të jetë qyteti plot, sepse nuk është koha e keqe, nuk është se ka diell për momentin, kishte deri tani, mirë po nuk bie shi dhe kur nuk bie shi në Trier është plot. Kështu që shpresoj që të gjejmë një vend, shpresoj që të mos ketë ato grupet e mëdha të njerëzve ku nuk lëviz dot. Do t'ja tregoj kur të shkojmë aty. Ndërkohë se mos harroj, çdo ditë që kur ka lindur Kiani na vin posta nga sigurimet, nga bankat, nga shteti, nga pensioni, nga të tëra këto gjërat, edhe taksat. Dhe ja ku më erdhën tani 3 të tjera, se na vin dhe nga Luksemburgu ku punojmë dhe nga Gjermania. Kështu që i kemi doppio. Po i hap letrat një nga një dhe shpresoj që mos kem lënë ndonjë dokument pa dërguar në ndonjë institucion që duhet ta dërgoja. Sa po arritëm, parkuam, bërëm gati karroce. Stefani po merr djalin, sepse mua nuk më lejohet të ngrej gjithë ato pesha. Stefani është pak i bigarkuar sot. Nuk mori vetëm djalin, po mori Secolinon. Ne do ta vendosim djalin këtu. Do bëjmë një xhiro në qytet dhe mezi po më pritet të shkoj të ha disa pasta ose ndonjë picë. Tani përdorim këtë ashensorin, do thosha semaforin. Shikoni sa e bukur kjo çanta e Catwalkut, 20 euro, shumë e bukur. Edhe kjo këtu shumë e bukur. Pas ka çanta shumë plezetshme këtu. Edhe kjo këtu. Po kjo këtu më pëlqen më shumë. Ka marrë? Mos ka qizën shumë të bukura, për nga në fëmën të euro. Nuk do i blej dot asnjëherë. Ja nuk do i blej dot, i blej dot, po me dritën duart për 99 euro. Mund t'i marrë në Shein dhe në Temu shumë herë më tjerë. Edhe këto që janë shumë të bukura. Po i kam qizma të zezë, se kuptoj çka kërkoj. Gjërat e verës që kanë hequr, se unë doja të bleja diçka me ulje. Gjeta, ku janë me ulje. Mirë, po këto që më pëlqejnë mua, shumë si këto të kuqet. Apo këto këtu, nuk janë me ulje. Stefan po bën gati ushqimin e djalit.
Stefani pin alkool, mami, uj. Babi. Të tre po ham. Unë kam pizza me rukola dhe vegetariane gjysma. Stefani pizzën e ti me salam dhe djali ka që ka ngrën mami. Mehr Große, du guckst ganz verliebt. Na bëftë të mirë. Drekën e mbaruam. Pizzat ishin shumë të mira. Unë mora gjysë pizzat. Ja, si sot. Unë mora gjysmën e pizzës me rukola dhe gjysmën vegetariane. Stefani mori pizzën që merr gjithmonë. Ja. Po. Mori pepperoni dra. Ohne Oliven. Pauli, oh my god. Pauli dhe me këto specat e vogla që janë pak djegse. Kiani na la shumë mirë të hanim, patjetër që duhet ta lëviznim pak. Jo se ai do fillonte të qante, po e kishim ne kështu si merak që ndoshta po ta linim pa lëvizur, pa kollovitur, mbase do qante. Dhe thjesht e lëvizja një çik me këmbë. Na la shumë mirë që të hanim rehat. Tani dhe nuk fjeti tërë kohës. Ishte tërë kohës me sy hapur, po shumë okej. Tani që u nisëm që po shkonim te makina dhe zuri gjumi rrugës. Zuri gjumi rrugës dhe më duam tani, okej, me qenë se është në gjumë, gjurna që ta ngrem nga karoca, ta ulim të Seçolinoja, shkojmë në një lokal tjetër, pim një diçka, edhe ndërkohë lem edhe ati kohë që të flej pak, derisa të shkojmë te makina apo të shkojmë në shtëpi. Kam pak dhimbje të plaga, kështu që po ecim shumë avash. Pastaj dhe shkojmë në shtëpi, shkuam dhe në supermarket, lëvëm disa gjëra për të ngrënë nesër mëngjes. Pasi shkuam tek dyqani i birrës, ishte era e parë për Kian që shkonte në një lokal bire dhe Kian e arriti me një muaj, mami nuk e di se kur ka shkuar për herë të parë në një lokal që kishte vetëm birë. Okej, doja pak të thosha se si shkoj, normale që kishim merak se si do shkonte në restoran për herë të parë. Dhe ishim të superzuar për mirë. Do me thënë, Kiani ndej një tërkohë zgjuar, me thënë të drejtën tek restoranti, mirë po ka ndenjur në karrocën e tij i shtrirë edhe ne mundeshim të hanim, thjesht siç thash, isha duke lëvizur tërkohës me këmbë karrocën, mbase nga meraku im që të mos zgjohej. Ai pivi atje qumësh që unë e kisha pumpuar dhe që e kishim marrë me vete. Me po vërtet që nuk fjeti edhe nuk është se mund të hanim të dy një kohësisht, sepse në fillim Stefani po e mbante në krah që të haja unë dhe pastaj ta mbaja unë që të hante Stefani, po unë thash vendose në karrocën e bebit dhe unë do ta tund me këmbë dhe mbase kemi fa dhe në fakt funksionovi. Kështu që normale nuk ishte aq komode sa që ishte kur ishim ne të dy, po ishte shumë cute. Gjithë njerëzit që kalonin e shikonin Kianin, thashin, "O, sa bebi i bukur", dhe nuk e di, më mbushnin zemrën plot. Kamarierja ishte shumë e sjellshme, duke qenë se Stefani në fillim bëri qumçin dhe ushqevi djalin, ju fto pica dhe ata erdhën vetë dhe i thanë atë ta ngrojmë dhe njëherë picën dhe e ngrovën picën dhe e sollën, kështu që vërtet që e meritovi atë bakshishin që i lam. Edhe shumë të dashur të gjithë të hapin. Sa sem blogger. Pa bërgjë, por is një fëmijë të vogël, po të gjithë të hapin rrugën apo të bëjnë vend tek tavolina apo përpiqen të ndihmojnë të hapin derën, kështu që nuk e di, ndihesh ndonjëherë edhe si e marr me të mira. Siç po thosha, Kiani e bëri shumë mirë, na la që të dilnim dhe ta shijonim, paska se me një çik frikë.
Edhe shpresoj që të vazhdojmë kështu, normale që duhet të ndërmarrim, si të thuash, sfida për të dalë me djalin, sepse nuk do jetë më aq e lehtë dhe aq komfortabël sa çka qenë kur kemi dalë vetëm të dy, por zgjedhja është të dalim me Kian edhe pse është kaq pak komfortabël, apo të rrim në shtëpi sepse të dalim duke qenë se ai mund të qaj. Kështu që ne zgjedhim të tentojmë dhe të provojmë të dalim me djalin edhe kur nuk është zgjedhja më e mirë, apo edhe kur nuk është momenti më i mirë, apo edhe kur nuk është e dala më e qetë, por duhem që të dalim dhe si të thuash, ta testojmë veten dhe t'i tregojmë edhe djalit që tani, paçka se ai akoma nuk kupton asgjë, që tani që pjesa e të dalurit, si jashtë, si shikimi të vendeve të reja, vizitimi, dalja për një të ngrënë, dalja për një të pirë, është pjesë e jetës tonë, ka qenë gjithmonë që kur jemi njohur dhe deri tani dhe nuk do donim ta ndryshonim, kështu që shpresojmë shumë që Kiani të jetë ai që i përshtatet stilit tot të jetesës, duke qenë se ne e kemi pasur këtë stilin ton të jetesës dhe Kiani ka ardhur në jetën tonë, kështu që shpresojmë shumë që ta bëjmë të mundur që Kiani t'i përshtatet stilit ton. Normalisht nëse nuk funksionon, ai vjen i pari, nuk diskutohet. Dhe patjetër që nëse nuk ja dalim, do përpiqemi të bëjmë çash më mira për djalin, pra në rast se nuk ka shanse të dalësh në restorant me ata, normale që do zgjidhnim të rinim në shtëpi sesa ta torturonim djalin duke u përpjekur ta mbajmë të palëvizur në restorant. Mirë, po hera e parë funksionoi shumë mirë, kështu që unë jam shumë optimiste që ne mund t'ja dalim, edhe ashtu siç teorikisht që jemi shumë të mirë, që e kam thënë shumë herë, se praktikisht fëmijët vinë si një sugjer bosh, nuk din asgjë, nuk njohin asgjë, kështu që mbase është edhe detyra e prindërve që t'ja u servirin para disa gjëra që për ata janë të rëndësishme, që si të mirëqenia, pra që është normale të shkosh në restorant edhe të kalosh një drekë apo një darkë, dhe patjetër kur Kian të rritet pak duhet të marrim edhe 2 qese plot me lodra, po siç thash, zgjedhja është do bësh kompromise dhe të marrësh këto lodrat për të shijuar atë darkën sado që mund ta shijosh, apo do rish në shtëpi edhe thjesht të rish në shtëpi sepse për ton ti bërë gjitha këto gjërat. Është zgjedhje personale. Neve deri tani jemi më mirë të tentojmë, më mirë të rrezikojmë një çik tani, të mundohemi diçka tani që mbase të kemi frutet në të ardhmen, edhe fëmia jon do ta kuptojë që të dalësh në restorant është normale dhe që duhet të rish si njeri. Kështu si njeri, si fëmijë, po themi se tani nuk mund të presim nga një fëmijë disa vjeçar apo disa muajsh apo disa vjet pra kur të rritesh që ai të sillet njësoj si ne, të ulet aty edhe të rrit të bëj muhabet. Normale që do lëvizi, do luaj, do bëj zhurmë, por rëndësi ka që të vi me ne edhe mos na e bëj të pamundur daljen. Kështu që sot ishte shumë mirë, shohim si do jetë ditët e tjera. Tani do të flem, ishte Stefani, pastaj fillon punën, ditën e nesme, unë fillimisht do shkoj të marr mamin tek vllai në mëngjes dhe pastaj ç'a kemi? Kemi shumë gjëra për të bërë me mamin, nuk e di, kemi të la rrobat, kemi për t'i hekur ose kur them kemi, unë do t'i tregoj si bëjnë dhe ajo do t'i bëj se unë akoma nuk mbaj dot pesha, nuk më lejo edhe nuk i mbaj dot, akoma më dhem plaga dhe kur dal që eci për shembull si sot, mbase të prova pak se më dhem çik më shumë. Kështu që tani do shtrihem, është ora 9:30 edhe do ta shijoj atë 2 orashin apo 3 orashin, apo nuk e di sa do flej Kiani që mos të zgjohemi edhe të çlodhem pak, duket që jam e lodhur. Ciao, shihemi në videon tjetër.